Flitet se janë 2000 hektarë në Kosovë, kanë fillu porositë e fidanëve të arë për këtë vit. Shoqata në të ardhmen do të fokusohet më tepër në nxitjen e tash kemi hyrë në fazën e prodhimtarisë dhe të fokusohet në nxitjen e bashkëpunimeve rajonale, si ashtu dhe në nxitjen e kontratave të reja për shitjen jashtë vendit apo hapjen e pikave grumbulluese, të cilat kishin me ndihmu që këto prodhime mos ngelin pa shit, po të shiten vazhdimisht. Mundesh më na tregu për organizimin e ditës sotshme, të pranishme që po i shohim pa që shumica ishin veç kultivues të arrës. Ka ju erdhë ideja edhe që shkena kalu sot, që apo pritni për këtij eventit? Po kjo është një vazhdimsi që ka fillu para 8 vite për organizimin e ditës së arrës nga një grup shokës të cilë kemi themelu shoqatën. Kemi pa tashësishme bëhet një promovim i arrës në Kosovë, një sensibilizim që njerëz të konsumojnë prodhimet vendore, po ashtu një mundësi e mirë që këto prodhime t'i shesin, po ashtu edhe një nxitje për ata fermerët që janë kallëzuar të suksesshëm, t'i ndahet një mirënjohje dhe të bëhet një shpjegim rreth gjendjes së arrës për një vit si kanë kalu. Qysh e kena gjendjen me prodhimin e arrës, më thonë ashtu për vitin 2025? Këtë vit, me thonë drejtën, ngricat e vëndshme pranverore kanë ndiku jashtëzakonisht keq te kultura e arrës edhe ka dëmtime shumë të mëdha, afërsisht 60% ka prodhim më pak se vitin e kaluar. Po me shitjen e fidanëve të arrës për me kanë kështu një indikator edhe për publikun me ditë sa plantacione të reja janë ndërtu, sa sipërfaqe me të mbjellura me arra? Afërsisht dhona jo zyrtare flitet se janë 2000 hektarë në Kosovë, kanë fillu porositë e fidanëve të arë për këtë vit. Siç e dimë, arra fillon të mbillet në fund të nëntorit për shkak se pa ju ra gjethet është e dëmshme për të nxjerrë. Edhe deri në atë kohë presim që të kemi prapë porosi, po besoj se do të kemi porositë mjaftueshme për këtë vit, se vetëm kanë fillu. Mundesh më tregu pak a shumë për planet prej 2026 se tutje sa i përket ngritjes sipërfaqeve me kultivimin e arrës edhe planeve të shoqatës së arrës? Po shoqata në të ardhmen do të fokusohet më tepër në nxitjen e tash kemi hyrë në fazën e prodhimtarisë dhe të fokusohet në nxitjen e bashkëpunimeve rajonale, si ashtu dhe në nxitjen e kontratave të reja për shitjen jashtë vendit apo hapjen e pikave grumbulluese, të cilat kishin me ndihmu që këto prodhime mos ngelin pa shit, po të shiten vazhdimisht. Po pritni që do të rriten sipërfaqet prej 2026 tutje? Po gjithësysh. Të më thonë, veç kanë fillu prodhimet me hi, tash çdo vit ka prodhime ma tepër për shkak se ngriten në vitet caktume të arrave dhe kjo sjell edhe prodhim ma tepër. Sjellja e prodhimit ma tepër do të duhet që të krijohen pika grumbulluese që fermerët mos kenë problem me shitjen. Megjithatë jemi në fazën e parë të prodhimit edhe nuk është asnjë tro problem sa i përket shitjes. Për fund një mesazh për krejt kultivues të arrës edhe anëtarë të shoqatës arrave? Ju dëshiroj suksese sa më të shumta edhe nëse vendosin me punu, le të punojnë të trajtojnë sikur një njeri, mos të lanë mëshirën e kohës, po të merren seriozisht me punën në mënyrë që nëse dojnë me pas sukses të trajtojnë ta si duhet.